Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, pas një pushimi, pas një pauze me rastin e muajit Ramazan dhe angazhimeve që padyshim kërkohen të jenë të theksuara në Ramazan, ne rikthehemi prapë elhamdulillah në rrjedhën e derseve tona dhe vazhdojmë me tafsirin e fjalës së Allahut te bareke ve teala. Para Ramazanit kemi përfunduar elhamdulillah komentin e gjuzit të 30. Para të cilit kemi komentuar gjuzin e 29, gjuzin e 28 dhe tash vazhdojmë me gjuzin e 27 inshallah. Gjuzin e 27 ndërvëzër është një gjuz që përmban vetën e tij sure të rëndësishme, ku fokusi i këtyre sureve është kryesisht formimi i besimtarit me besim në Allahun, fuqizimi i argumenteve dhe bindjes, fuqizimi i bindjes përmes argumenteve se Kurani është fjalë e Allahut azza wa jall, rënimi i argumenteve të idhujtarëve dhe kundërshtarëve dhe fokusi i besimtarit në ahiret. Kryesisht rreth këtyre temave bazike esenciale sillet gjuzi i 27. Sura e parë e këtij gjuzi është sura Adh-Dhariyat. Edhe pse kjo sure, një pjesë e saj fillon në gjuzin e 26, por një pjesë pastaj vazhdon në gjuzin e 27. Andaj kemi marrë që të jetë e kompletuar si sure. Andaj sonte të nderuar vëllezër do të jemi në takim dhe në përpjekje për koment të surës Adh-Dhariyat. Surja Adh-Dhariyat është sura e Mekës, sikur e ka përmendur Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dhe është një lloj konsenzusit të dietarët se është sura e Mekës. Emri i saj është Adh-Dhariyat, nuk njihet me ndonjë emër tjetër. Është ky emër i saj i njohur, kështu është përmendur transmetime nga ana e pejgamberit alayhi salatu dhe sahabeve, kështu e ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij dhe shumë të tjerë nga dietarët, kur e kanë përmendur këtë sure, kur kanë folur për këtë sure, kanë thonë sura Adh-Dhariyat. Sura Adh-Dhariyat është nga suret që pejgamberi alayhi salatu wasallam shpesh i ka kënduar në namaz. Ka qenë nga suret e preferuara të pejgamberit alayhi sallam për namaz dhe është nga suret El-Mufassal. Mufassal janë suret që shkoqisin tema të caktuara e që me to zhvequ pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një sure që realisht trajtimi i tillë temave nuk është bërë në librat e mëhershëm. Prandaj është specifike surës Adh-Dhariyat, trajtimi më i shkoqitur, më i detajzuar i temave të caktuara që konsiderohen tema bazike, tema esenciale të asaj që Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga njerëzit dhe ja ka shpallur pejgamberëve. Prandaj temat e surës Dhariyat janë tema shumë të rëndësishme. Synimet dhe objektivat e kësaj sure janë shumë të rëndësishme. Për këtë arsye, kjo sure të ndërruazër nuk është sure që ndoshta detajzon dispozita, rregulla, pse këto më rëndësi. Po kjo sure realisht fillimisht fillimi i saj dhe rrjedha e kësaj sure dhe fundi i saj janë me karakter vetëdijsues, me e vetëdijsu besimtarin edhe për esencën e jetës së tij, për problemet që e pengojnë me e ndjek rrugën e duhur dhe sill shembuj të pejgamberit Allahu te bareke ve teala, të cilët kanë thirrë në të njëjtën ato që ka thirrë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sura Dhariyat, sikur thashë, sura e Mekës, dhe surat e Mekës fokusohen në çështën e besimit. Prandaj është me karakter të ndërtimit, është me karakter të vendosur themeleve, fuqishme mbi të cilën pastaj ndërtohet formimi i besimtarit. Surja Adh-Dhariyat i ka 60 ajete dhe fillon me betim. Allahu xhallahu ala në këtë sure betohet
në disa krijesa të tij për diçka shumë madhore, për diçka shumë të rëndësishme. Nga veçoritë e kësaj sure është se betimi përsëritet 2 herë. Në fillim është për betu Allahun në disa krijesa dhe pastaj tregon për çka betohet. Pastaj prapë rikthehet në betim për diçka tjetër. Don kësi përsëritje nuk është e zakonshme në suret e Kuranit. Gjithashtu nga veçoritë e surës Adh-Dhariyat është se në këtë sure është përmend emri i Allahut Ar-Razzaq. Është shumë e rëndësishme pse është përmend Ar-Razzaq në këtë sure dhe emri i Allahut Ar-Razzaq nuk është përmend në asnjë vend Kur'an tjetër, përveç në surën Adh-Dhariyat. Për këtë arsye, furnizuesi, ai që njerëzve u jep të gjithë ato që u duhen për jetën e kësaj dhunjaje, realisht emri i tij është përmend në këtë sure. Dhe krejt surja sillet realisht rreth problemeve që i shkakton keqkuptimi i njerëzve në raport me rrezikun, në raport me furnizimin. Andaj trajtimi i kësaj teme përmes besimit dhe orientimi i besimtarit në raport me këtë çështje madhore që duhet është çështje shumë e rëndësishme. Nga se padyshim se sikur se kanë me salut të ndëruar Zot, kryesisht pengesa kryesore e njerëzve për me e pranuar të vërtetën janë kalkulimet materiale. Kalkulojnë se nëse besoj, hupi këtu. Do në realisht kalkulimet e dobta dhe të gabuara në raport me të vërtetën kanë bërë që njerëzit me e refuzu të vërtetën. Gjithashtu surja Adh-Dhariyat të ndëruar flet për disa dilema të paqëndrueshme të Kurajshit Mekës, e që padyshim këto dilema pasi janë të shënguar, kanë marrë forma ndryshme, por kanë mbetë të njëjta në esencë. Dhe si Kurani i trajton këto dilema, madje edhe në disa raste tallje të idhujtarëve në raport me gjërat madhore. Ata tallen, do të shohim se si është përgjigj Allahu xhallahu në këto tallje që përbën një lloj metodologjie që duhet ta ndjekim në raport me gjitha talljet dhe provokimet që adresohen në adresën e besimtarëve. Në këto janë temat e rëndësishme dhe shtrimi i tyre është padyshim i domosdoshëm për ne për shkak se ka të bëjë me gjërat elementare të jetës tonë. Duke mos u thënë më tepër në parathënie edhe në trajtimin e përgjithshëm të kësaj sure, unë dua që të filloj trajtimin e kësaj sure më një herë, duke filluar nga ajeti i parë. Allahu xhallahu ala sikur thash betohet në këtë sure në disa krijesa të tij. Në çka Allahu betohet? Allahu xhallahu ala thotë wadh-dhariyati dharwa, fal-hamilati wiqra, fal-jariyati yusra, fal-muqassimati amra. Janë 4 betime që Allahu xhallahu ala betohet. Dhe në gjitha këto betime Allahu te barekuhu teala është betuar në funksionin që kryen disa krijesa, jo në vetë krijesa. Është betuar në funksion që kryen krijesa të caktuara, në cilësitë e krijesave të caktuara, që nënkuptohet se betohet edhe në krijesa. E pse është betuar Allahu xhallahu ala në procese, në funksionim të krijesa, jo në krijesa, do ta sqarojmë inshallah në vijim. Wadh-dhariyati dharwa. Allahu xhallahu betohet në dhariyat. Çka është Adh-Dhariyat? Lidhe me gjitha këto betime, dietarë kanë jap salime nga më të ndryshmet. Disa kanë thënë se gjitha këto betime kanë bënë me një, disa i kanë bërë të llojshme. E kështu me radhë, unë do t'ju kursej nga mospajtimet e ulemave të tefsirit, duke përmendur ato që konsideroj se është ndoshta më përmbledhëse dhe më e rëndësishme me editje në raport me këto betime. Andaj wadh-dhariyati dharwa. Adh-Dhariyat të ndërruar janë errat që shpërndajnë. Janë errat që shpërndajnë. Çka shpërndajnë? Wadh-dhariyati dharwa. Shpërndajnë pluhurin, shpërndajnë begatit e Allahu azza wa jall, shpërndajnë domthon farat e ndryshme që mbjellen në vende të ndryshme. Domthon Allahu xhallahu betohet në njërin nga funksionet e erës. Nga se era ka domthon shumë funksione, madje ka shumë lloje të errave, nuk është një lloj ere. Këtu Allahu betohet në një erë që funksioni i saj është i lidhur me rrezikun. Shikoni që nga fillimi kjo sure fillon me rrezikun. Nëse ka erë për shembull që janë për dënim, janë erë për që kanë tëra funksione. Madje dietarët kanë përmendur deri në 10 lloje të erëve në bazë të asaj që i ka përmendur Allahu në Kur'an. Këtu është përmend një lloj ere që ka funksion të shpërndarjes dhe kjo shpërndarje ka karakter të mbjelljes së mirësive për njerëzin tokë. Domethënë, roli i saj është më tepër i ndërtuar me rrezikun, ndërlidhet me rrezikun, me furnizimin, me aspekti material të njerëzve. Wadh-dhariyati dharwa. Do këto erna që fryn, Allah i ka bërë begati për njerëzit.
Funksioni i kësaj ere është shpërndarja e mirësive dhe shpërndarja e farave të ndryshme që pastaj, sikur se dini, shpërndahet nga një lule, shpërndahet nga një deg e pastaj ato mbjellen me lejen Allahu te bareke ve taala. Pastaj Allahu tha fal hamilati wiqra. Hamilat këtu ato që bartin wiqra, pesha të rënda uje. Kush në ato? Rat. Betohet Allahu xhallahu në rat. Pa kemi procesin e parë të lëvizjes të erës. Pastaj kemi formimin e rave si pasojë lëvizjes së ernave. Fal hamilati wiqra. Hamilat këtu Allahu nuk është betu në ra. Nga se ra kanë të të ramën. Hamilat, si kur thash, betu Allahu xhallahu në funksionet e rave. Ato që bartin wiqra, sasit mëdha të ujit. Don e ke pa edhe këtu është betu në shpërndarëset. Këtu është betu në bardhëset që bartin. Është betu në funksione që këto kresa kryen me urën Allahu te bareke ve taala. Andaj wadhariyati dharwa, fal hamilati wiqra. Betojmë në ato që shpërndajnë, betojmë në ato që bartin sasi të mëdha të ujit, që kanë peshë të madhe. Pastaj Allah thot fal jariyati yusra. Edhe betojmë në ato që me lehtësi lundrojnë. Kush ato që me lehtësi lundrojnë? Disa dietar kanë thonë në planetet, sikurse është dielli, sikurse është hana, sikurse në yjet, ke pasur të mëdha, por megjithatë ato lëvizin, lundrojnë në kosmos. Sikurse Allah ka përmendur në Yasin, kullun fi falakin yasbahun. Të gjitha mbran një orbite, sillen lëvizin. Sa është dielli më i madh se toka? Shumë herë është më i madh se toka. Megjithatë, kur lëviz dielli për shembull, a ndihet në një krizë, në një sikurse kemë zhurmë, problem toka shkaktohet jo, lëviz lirshëm, lehtë lëviz. Për shkak se Allahu bën me lëviz atë. Një nga kuptimet e hamilat, këto xhariat që lundrojnë lëvizin, është edhe përshtyp, domethënë anijet, që lëvizin lirshëm dhe lehtë lëvizin në sipërfaqen e detit, on që bartin begatit dhe mirësit që i lëshon Allahu xhallahu nga qielli. Allahu lëshon shiun nëse era shpërndan farat, e pastaj kur këto dy abot prodhojnë frutet, edhe nimetet, edhe bylmetin e ndryshëm për njeriu, e pastaj përmes anijeve ndeti shpërndahet në mesin e njerëzve. Mirë po, këto janë vetëm ato aspekte të dukshme, ndërsa si ndahet tamam rreziku për çdo njeri fën muqassimati amra. Allahu xhallahu betot pasaj në fund në muqassimat, ato që e ndajnë tërkët që Allahu ka krijuar me urën Allahu te bareke ve taala. Muqassimat, këto janë melajket e Allahu te bareke ve taala. Ato e din saktësisht, nga ky rrezik i krijuar, nga ky rrezik i formuar nga gjitha këto procese, sa i takon këtij, sa i takon atij, dhe këto e ndajnë me drejtësi në bazë të unit të Allahut te bareke ve taala, këtë ato që ndodhin. Që t'i vjen njeriu të rreziku i garantuar nga ana Allahu te bareke ve taala, i premtuar dhe i caktuar, ende njeriu pa u krijuar. Kur dëgjojnë këto procese që ndodhin të ndrozën, gjithë këtë betim që Allahu xhallahu ala e bën, domthonë është me të vërtetë shumë mahnitës. Do ky formulim, madje shumë vetëdijsues për neve, për shumë arsye dhe me shumë dobi. Unë do t'i përmend disa prej tyre, nga se këto ajete edhe me mbet ndoshta me disa takime kanë çka për të thënë për to. Mirë po, ne kemi sure tjera, prandaj do të marrim ato që ndoshta mund të jetë më e rëndësishme. Çështja e parë me që e kuptuam në çka Allahu xhallahu betohet, pa i në detajet e çdo betimi, mas pari të ndërmjetësojmë që Allahu betohet në 4 krijesa. 3 janë të dukshme, një është e padukshme. Apo 3 janë të dukshme. Na rat i shohim erën, e shohim proceset, apo i shohim domethënë edhe anijet, i shohim edhe planetet, diellin e shohim si lëviz. Nuk e shumë qysh po lëviz, po e shumë që është ditë, nuk është, ai dikun ka lëvizur, apo? Sikur se hana lëviz, toka lëviz e kështu me radhë. Dhe betohet Allahu xhallahu në melajke. E melajket a shihen? E melajket nuk shihen. Melajket nuk shihen, apo? Prandaj, këtu kemi një betim të përzier mes asaj që duket dhe asaj që nuk duket. Vetë përzjedhja e Allahut azza wa jalla që betohet në diçka që duket
dhe në diçka që nuk duket, çfarë mesazh na jep neve? Na jep neve mesazh se, domethënë, ka gjëra që nuk duken, por ekzistojnë. Dhe shumë nga ato që duken aludojnë drejt për ato që nuk duken. Prandaj këtu është një argument për kurajshtë e Mekës, për këtë idhujtarët, për këtë mohuesit, se ka mjaft argumente që duken, që tregojnë se Allahu që nuk duket ekziston. Se Allahu është. Prandaj nuk ka nevojë Allahu të shfaqet krijesave për ta besuar njerëzit. Nuk ka nevojë. Allahu xhallahu shfaqet përmes argumenteve, përmes krijesave, përmes veprave të cilësive të tij. Dhe se dini me lidu që duhet, keni me pa Allahun te bareke ve taala. Kjo është çështja e parë. E dyta është që shpesh njeriu domon duhet që ato që nuk e din ta mëson përmes asaj që e din. Asaj që e din. Pra ti din disa gjëra të caktuara për ditë një proces caktuar, mbasoj kupton ato që nuk e din. Pra ato që nuk e din. E Allah xhelal na mëson që ky është mësimi i duhur i përshkallëzimit, apo mënyrë të përshkallëzuar. Njëri din diçka, pastaj mbasa që din mëson që nuk e di dje, e mëson nesër, e mëson kështu me radhë. E mëson, na mëson Allahu xhelal një lloj përshkallëzimi të mësimit mbi bazën e një lloj metodologjie që fillon nga gjërat e thjeshta të dukshme e pastaj në shpijet të gjërat e komplikuara dhe të padukshme. Ç'të mësohet njëri fillon, a ke pa kur është i vogël, fillon është shumë me shuzat pa kuptim, tani në fjalë thjesht, tani gadal, do duke mësuar një fjalë, shkon me fjali e kështu me radhë. Ky proces i ndërtimit gradual të njeriu është në mbikëqyrjen e kujna Allahu ta zgjal, në mbikëqyrjen e Allahut te barekutaala. Por Allahu xhelal na mëson se gjitha këto që Allahu ja ka shfaq, ato që nuk ka shfaq, është në kujdesin që ti mësojnë dan nga nëse jo i ndjek në udhëzimet e Allahut te barekutaala. Gjithashtu nga ajo që marrim në këtë betim të ndërmjetësor është se Allahu te barekutaala betohet në funksione, zbetohet në krijesa. Për çfarë arsye? Për shkak se në këtë sure realisht është përmendur funksioni bazik i njeriu dhe roli i tij kryesor, e që është adhurimi i Allahut azza wa jall. Surja përfundon ajet të fundit: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit i kam krijuar që të më adhurojnë, jo rastësisht. Prandaj ti je sherën duke fry, ti je sherën që bart një plor, bart diçka të caktuar. Neve na duket rastësisht, apo s'ka rastësisht. Kjo erë është ushtari i Allahut, i disiplinuar, i cili ka mision, lëviz me lejen e Allahut te barekutaala, ka rol të caktuar, ka funksion dhe e kryen me përpikëri dhe përsosmëri të plot. Pastaj ratin që ashtu, ti duket që lëvizin, apo ti duket don që janë rastësisht këto mbi ne, rastësisht shohet si ju pyetyn, apo e ki pa si të bjen shi, ku shkojnë rat? Largohen nga se u kry misioni, s'ka në menet më një kërë njerëzve ato. Si të bjen shi, si zbraz dhe reja largohet. Zakonisht masijut kemi një hapje të qiellit, nga se është kry misioni. Gjithashtu edhe anijet e kësumela që do të aspekujmë. Prandaj Allah në thot qartas se me që është një sure që realisht ju orienton ka funksioni juaj, ju mëson për rolin juaj esencial, se nuk është e mundshme që t'jeni krijuar rastësisht, ataj merrim mësim nga funksioni e krijesave tjera. Nëse një erë nuk fryn rastësisht, nëse një erë nuk qënë plurë rastësisht, as një thërmi e këti pluri nuk ngritet rastësisht, por me lejen e Allahu xhallahu dhe urtësinë e tij, nëse as një pikë shiu nuk bie rastësisht, po bie me lejen e Allahut dhe dijen e Allahut xhallahu dhe din Allahu pse e lëshon, nëse gjitha këto nuk janë rastësisht, çka mundësi me kon njeriu si krijesa kryesore këtij kosmosi rastësisht? E pamundshme është. Andaj gjithçka ka funksion dhe ka rol. Prandaj ti a din rolin e erës? Po, shkencëtarët shpjegojnë era ka këtë rol. Shkenca e din çfarë roli ka për shembull edhe? Çfarë roli ka kanrat, e din? Shkenca e din çfarë roli për shembull kanë anijet. Dihet shpjegohet anija është për këtë çundërtot, apo? Mirë, i dim rolin e shërbëtorëve, e dim rolin e shërbëtorëve, dhe nuk e dim rolin ton. Pse na shërbejnë këto krijesa apo? A është absurde? Është absurde padyshim. Është absurde padyshim. Para mënani për shembull të ndodhë vëzër,
Çdo ti do më ndërtu diçka. Çdo punëtor e din rolin e vet, ama veç ti që i ke thënë nuk din çka po ndërtohet. A është e logjikshme? Krejt din, njën e din ka më ndërtu këtë mur, ti ka më ndërtu kulmin, ama çka rresh po ndërtohet veç ti që i ke thënë nuk din. S'është e logjikshme kjo punë valla. Jo ti mas pari ti din çka ki më ndërtu, ku ki më ndërtu, çka duhet, pse duhet, tani i thirr tjetër me çfarë? Po si ti po më ndërshme, e çka më dhesh? Çështo ka një muri bane tani kështu çapo me këto mura apo? Jo, të më ditë fillim çka kemi me këto mura. Me ditë fillim të më ditë çfarë konsoli kam pas, çfarë ubedi kam kon, çfarë funksione kam pas. Andaj na e dina shkenca në saktësisht rolin e shumë krijesave, ndërsa asnjëherë nuk tregon çfarë roli ka njëri atë. Njëri është rastësisht. Këtë kanë rol, këtë kanë funksion, ama njëri është kaotik. S'ka qëllim. Çfarë do të bën atë? Është absurd. Andaj këtë absurditet e lufton Surja Dhariyat, na kthen në realitet, na kthen që me kuptuar drejt se ti je krijuar me qëllim të caktuar, ti ke mision, ti ke funksione. Dhe fakti që ki funksione ndërtohet edhe në këto argumente që ti po i sheh, madje ato që ti nuk i sheh. Çështja e tretë e këto betime është ndërvozur është se Allahu te bareku te ala në këtë sure e qartëson shumë bukur problemin e quajtur rrezik, aspekti material. Është shumë problem për njerëzit. Dhe shpesh njeriu të ndërvozur ka disa probleme me rrezikun. Rreziku furnizimi që vjen njerit. I këtë llojeve. Mirë, çfarë probleme ka njeri me rrezikun? Mas parë njeri ka problem me rrezikun në kuptim të pronësisë. Ç'ky rrezik po vjen? I kujt është? Jami, unë jam lodh. Hajde këshyre me e lodh. Për shembull, në këtë procesin që zhvillohet, ti me blen një bukë në furrë, apo? Sa ki isat në këtë proces, si më thonë, e jami, është sa përqin? Allah po dhëtë, kush i ka lëviz ernat për me botë të mbjellurën, kush i ka qushion, kush i ka në tokën që të hapet e të botë, kush i ka bo këtë sene, kush i ka thonë faras tash, qaju dhe tash, dil, e rritu, e bënë, kush i ka thonë këtë gjitha? Allahu të marrë të gata. Kush e ka bartë, kush e ka blu, kush e ka bo këtë? Në sa procesi është bo, në fund të e ke blesi produkt gatshëm me diçka shumë thjeshtë apo. A mundi me kushtu realisht? Po kjo në kuptim dunjas po, s'po tha të përshpinë bukë, se më thukon shtrajt, kuptim të njëri. Po flasë raport të procese, apo. Gjithë kjo proces, u dhe rjeti dhe rua, betot Allahu Gjellewala në erna, betot Allahu Gjellewala në shi, në proceset shumëta, të rritjes, të kujdesit, djele që e kanë ze ata, gjitha këto, sa pare kushtojnë fund një bukë. Të po, furtaret i kushtojnë qikas në basë të mire dhe lodhës, 60 cent, apo, mirë. E Allah të mi a pagu bukën, sa kushtojnë, për dilën që ta marën, për shion që ta lëshon, për tokën që ta mundësën, sa të me pagu Allah të azogjen? A më shme pagu me para? S'mo unë është apëtën. Andë që kjo qasë e vedisuse, në raport me riskun, ti nuk je prenari riskut, ti shvizus i riskut, ti halka e fundit e riskut, ti aj që Allah po të shërben ty me kejtu kresa, që ti të shërbesh Allah të vare këtala. E vedisoni për rolin që e ka. Dhe gjashtë të nërëvëzër, si kurse kejmë përmen të surja Abese, feljendur il insanu ila ta ami, le shikon njëri në bukën që janë, qyre bukën që janë, për shembull, shikoja, qka me shikon në bukë? Shikon që ka kryu Allah, ka vëtë përshtatëshëm, të mjaftushëm, gjitha këtu, a shikon njëri në bukë. Prandaj, roli i njeriu në raport me begatin, nuk ka vetëm konsumimi, por është përfitimi, meditimi, mësimi që aja buka, para se me ngijavtë. Uji, para se me ta lëgu etjen, duhet tjetë një shkollë që të mësan për kujdes të Allahut për ty, për mirësitë të Allahut Gjellewala e kështu me radhë. Një shkollë që të mësan me falëndëru, me adhuru Allahun te barekutaala. E që qasja dur ka shi riskut. Kur risku bëhet mësim, para se tjetë konsum, para se tjetë ngopje, para se tjetë mbushje. Ndaj, kjo është më rëndësimi kuptu, se Allah në Dhariyat në mësën se qka o punë e riskut. Ma di në fund Allah së rënë se ku se ka me përmanë. Allahu Azogjel, kur përmanë se e ka kriju njeriun, në fund qka thot? E ka kriju për madhu qka thot?
Allahu nuk gënda ata risk. Unë s'pres nga ju me furizu mu. Unë ju këshur juve, pëtën. Unë ju shë juve. Nëse e prisme ka jo që, Allahun të adhroni. Në e prisme është të adhroni Allahun xhallahu ala, ndërsa të thirët ju shërbim juve për të ushqyer jo. Dhe ky proces shpesh herë ngatrohet tek njeriu. Njeriu në vend që ti shërben Allahut, i shërben asaj që Allahu ka krijuar krijesa për mi shërbyer. Si nevojë. Gjithashtu nga ato që mund kuptojmë të ndërruzën nga këto betime, që padyshim ka rol vetëdijsues për neve, është edhe një çështje më rëndësi. Shikoni për shembull, gjitha këto që Allah i ka përmend, kanë funksione përmenda, nuk janë të rastësishme, janë në shërbim të njeriut. Të gjitha këto, domethënë, lëvizin me urën e Allahut te barekutaala. Kryejnë funksione me urën e Allahut te barekutaala. Çka nuk kupton me urën e Allahut azhjel? Nuk kupton se Allahu e din saktësisht sa duhet me fryera për më na bëu hajër. Allahu e din saktësisht sa është ai shi që duhet me zbrit për me mujt me përfituar nga toka. Allah e din saktësisht. Allah e din saktësisht sa duhet ty nga furnizim. Ai e din saktësisht. Nga se në momentin kur prishin balanset, çka ndodh? A keni pa era kur fryn nga njëre? Sa është erë që shpërndan, por është erë që shkatran? Apo është erë që shkatran? Ose për shembull kur bjen shi, nuk ka gjithmonë shi që ujit, por është shi që vërshan. Është shi që vërshan. Prandaj Allahu te barekutaala nga njëra lejon që të i kalojnë limitet të caktuara për të na vetëdijsuar për kujdesin e tij në limitet të caktuara. Dhe për të na thënë neve Allahu te barekutaala se nëse i përmbaheni udhëzimeve të Allahut xhallahu ala për funksionet që u kanë dhënë, jeta do të jetë e mirë. Jeta do të jetë mirë. Në momentin kur nuk i përmbaheni udhëzimeve të Allahut për funksionet e juaja, por funksioni jashtë udhëzimeve, atëherë ndodhin vërshimet, ndodhin shkatrimet, ndodhin prishjet. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht kur njëri është pavarësu ose ja ka kthy shpinën udhëzimet të Allahut azhjel, nuk ka pranuar me funksionu sipas udhëzimeve të Allahut xhallahu ala, sot kemi në tokë më shumë shkatrim se sa ndërtim. Kemi më shumë prishje se sa rregullim e kështu me radhë. Prandaj këto janë udhëzime të mjaftueshme me e vëdësu besimtarin se ai ka rol, ka funksione, ku do të marrë funksione e kështu me radhë. Nga betimi që Allah u bën këtu të ndonjë gjithashtu është një çështje më e rëndësishme. Kur Allah betohet në këto, domethënë katër krijesa në funksionin e katër krijesave, prapë lidhur me rrezikun. Allahu xhallahu ala na thotë se meq kam angazhu gjitha këtu krijesa, apo me fryje, me lëshue, me bajte, me kështu me radhë, apo atëherë brenga e rrezikut është e parësyeshme. Që ta kesh gale rrezikun është e parësyeshme. Prandaj orientoje brengën dikun tjetër. Edhe shpesh herë, sikur se përmenda në fillim, problem ka qenë për shumë njerëz, për shembull, kthimi tek Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu te barekutaala ja largon njeriu brengën që zakonisht ka qenë pengesë për udhëzim. Ka qenë pengesë për zbatuar unë të Allahu te barekutaala. Pse nuk e kryen këtë obligim? Kalkulon për shembull punësimin, kalkulon autoritetin, kalkulon për tyrat, kalkulon për gjitha këto kalkulime të paqëndrueshme, të gabuara. Nga se Allah po shikoj çfarë krijesa kam angazhu për më kujdes për ushqimin tënd, që ti jesh komplet i orientuar me breng si më madhuru mua atë. Dhe çdo shpërndarje kësaj brenge jashtë këtij qëllimi të adhurimit të Allahut azhjal është realisht humbje. Është realisht dështim atë. Dhe gjithashtu të ndërvëzër këto betime që Allahu xhallahu ala beton to, realisht e përgatitin shumë mirë besimtarin për me kuptu atë që vije pastaj, për çka Allahu betohet. Shiko, gjithë ky shërbim, gjithë ky privilegj, gjithë ky nderim, gjithë këto mundësi, a mendoj se janë realisht ka që ashtu të veç ti më hongre me pija? A mendoj që s'ka me pas kur një ditë kur kime e pagu këta? Prandaj Allahu xhallahu pas betime që ka thot, innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi. Këtu Allah është betuar në dy çështje më rëndësi. Disa dietori kanë bën një, disa kanë bën dy, po sa më tepër mundemi
me përfitu nga Kurani në llojshmëri është më mirë se sa me bonja. Andaj zakon dietarët kanë përru që me ik komentit përsëritës, nga se Kurani s'ka përsëritje, në gjithçka ka diçka të re. Allahu thot inma tu'aduna lis-sadiq. Ajo që ju ka premtu Allahu te barekuhu teala është e saktë dhe e vërtetë. Çka na ka premtu Allahu te barekuhu teala? Shikoni sa bukur është këtë ndodhë me kuptu drejtën. Furnizimi që njeri e merë, furnizimi që njeri e përdojnë këtë dënja, çfarë qëllimi ka njeri me këtë? Me garantu një jetë të këndshme, një jetë të mirë, të rahatshme, apo? Pse vrapon njeriu mas furnizimit? Pse vrapon njeriu pas materialit? Për çfarë arsye vrapon? Për shkak se ka qef me kon më rahat, do më i lumtur, të ketë një jetë më komode, a ka për qëta? Apo? Mirë, kush të ka thonë se që kjo për qëta? Kush të ka thonë? Allahu te barekuhu kur ka thonë, era është për ta, qiu është për ta, kjo është për ta, a të ka premtu se këto sillen lumturi, apo të ka premtu se këto sillen diçka tjetër? Çka të ka thonë Allahu për të punë? Krijuesi çka të ka thonë? Kush të ka thonë se këto janë burimi lumturi? Kush të ka thonë? Kush të ka thonë? Kush të ka thonë se sa ma shumë ki, ma i lumturi? Kush të ka thonë? Në është e mundshme, veç kallëzojmë kush të ka thonë. Kush të ka mësu ty se sa ma i lëdh dunja, ma i lumtur? Kush të ka thonë? Kush të ka mësu kështu? Që ka betohet Allahu xhallahu për me thy këtë vedije, do mund të qërientuar, deformuar. Kush të ka thonë? Unë s'këm thonë. A ka premtu Allahu dikun Kur'an se sa më i pasën që je, sa më autoritet që je, sa më shumë dunia që ke, te Allah më i dashur je. A të ka thonë që Allahu? Jo, e ka thonë të kundërtën. A të ka premtu Allahu në Kur'an se sa më shumë begati dhe mirësi ki, qaq më i lumtur je. A të ka premtu Allahu? Jo, s'ka. Kush të ka thonë? Kush të ka thonë atë? Të ka thonë shejtani. Shejtani të ka thonë. Andaj ti ke rënë grasë shejtanit. Ato që Allah e ka sill mjet për diçka, ti fatkeqësisht e ke deformu në diçka tjetër. E çka na ka premtuar Allah inma tu'aduna la sadiq. Ato çka Allah ka premtuar qartë e sakta. Çka na ka premtuar Allahu te barekuhu teala? Allah ka premtuar se ai i cili bin te Allahu te barekuhu teala, zamra ti dhe gjuksi zgjerohet. Ai ka premtuar Allahu te barekuhu teala se kush i shmanget udhëzimit të Allahut, do të ketë një jetë të ngushtë. Allahu ka premtuar. Allahu ka premtuar se nuk do të jenë të barabartë bëmirësit dhe keqbërësit. Do të jenë barabartë. Do të jenë barabartë. Allahu ka premtuar se jeta e një njeri që fiton për të adhuruar Allahun dhe për t'i dhënë të tjerëve, nuk është si jeta e atij që fiton për vetvete, për ta mohuar Allahun dhe për të mohuar të drejtë që e kanë të tjerë të pasur ti. S'janë të njëjta. S'janë të njëjta këto. Andaj çka do të ka premtuar pas parë. Allah na ka premtuar se kush jep, ja shufishon pasurinë. Kush jep, jep Allah bereqet. Çto që ti ka premtuar Allahu te bardh në raport me rrezikun, le sadik, janë vërteta. Janë sakta. Prandaj merre furnizimin dhe përzihe me premtimet dhe pastaj funksionon në bazë të këtij rezultati që të jap furnizimi dhe premtimi Allahu te bareke o taala. Mirë për të kësaj, wa inna ad-dina la waqi. Allahu tha inna ad-din. Din çka këtu? Malik yawmiddin. Sura Fatiha. Din është dita e llogaridhënies. Inna ad-dina la waqi. Mos harroni se Allahu lëshon shi, Allahu lëviz rat, Allahu lëviz erdhat, Allahu çon begati. Mirë po. Keni me konsumu, merrni, hani, pini, shfrytëzoni, mos harroni se këmbani ditë kur kemi llogaria. Wa inna ad-dina la waqi. Komendon, tamam, vaki ka me kona, gjithsesi. Kush e din? Ajo që Allahu te barekuhu teala thot se faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Ai që bën mirë sa një grimc, ka me pa. Ai që bën keq sa një grimc, ka me pa. Shkoni të vëllezër, vetë që kjo përmbledhje, sa ka udhëzime vetëdijsuese për besimtarin në raport me dunjan. E kujtosh, kush e lëviz, dorë kujtosh, kush e ndan këtë, se ndon njerëz, e ndon me lajket e Allahut azza xal. Andaj para me lajket Allah çka ka thonë? La ya asunallaha
ma amarahum. Nuk e kundërshtojnë Allahun kur ato që Allahu i ka urdhëruar dhe zbatojnë ato që është kërkuar nga to. Andaj ato që Allah ka një meleku, që aja fillon që to se i takon, s'ka furtë që nalë Allah. Nuk ka furtë që nalë, se s'ka kërnalë melekun me nda pasurin që apo riskën që Allah ta ka ndapë. Andaj besimtar është i qetë, punon, angazhohet, se gjitha këto procese që lëvizin, jep me kuptu se risku kërkan lëvizja. Po, Allah të varë s'ka thonë, në sufër ti, që kaq, kun feje kun jo, pëto. Fakti që ka po Allah të varë të që, për me arë furnizimit të kënjeri, duhet proceset saktuara, me lëviz ratë, me lëviz, do më thonë edhet, me lëviz detat, me lëviz toja, me kuptu se, edhe ti lëviz me lyp, ato që Allah të ka do, edhe ti lëviz. Mirë, po mëse merë rullin e dillit, mëse merë rullin e tokës, mëse, këtu e ka rullin të veta, ti e rullin të në mere, veç sa të vynë ti me shku me marë, qaq, pra e përshamë të nëzër, nësë dikush e ka një dyqan, dikush e ka një dyqan në mahal, edhe jam për duke që i duhen, apo? A shkën përshamë nëse ai produkt ka arë për jashtë, produkt ka arë për jashtë, përshamë në që ka do koftë nga gjithë e përdit shmë, se merë në mahal të vetë, se merë në qytet të vetë, se merë në shtetë, po shkej për blej 1 litër zejtin, përshamë në Turqia atje, se po shkën atje Allah, ta bi njerës të këtu, ti veç shkën mere që të poshtë merë apëm, apo ta bi njerës në dugojnë në mahallës, që aty shkën mere, s'ki nevoj me shku dhe atje me mund e pare, s'ki nevoj. E shpesh Allah të marë tëna, e bjerë riskun deri në vend sa këtum, ti ki me shku ti që ty me morë, më shku për te e saj, se s'ki nevoj, pse po shpenzon jetë pa lidhje, pse po ludesh për të punë që s'jën ndorë tona, në ndorë dikuj tjetër, i ka caktu Allah të marë akotare, ti krye një punë tonë, din me all del, qaq, kare duhet me shku për te malë, ani shka ku duhet, por shka për atë sa ki nevoj. Mirë po jo me menu që ti kimi krye këtë proceset, a bon që Allahu ka garanu se a i kryen ato apën, a i kryen. Nej, leviz, po, por edhe me ditë sa me leviz, edhe ku me leviz, edhe kur me leviz. Dhe në qëta këtu jap me kuptu besimtarit se këtu e në këtë sebepe, këtë e mjetë. Unë e ha bukun, e pi ujin, e veshi teshen, po e kom kjerin, e kom shpin. Pse? Pse? Andaj, këtu Allah o thotë, kini më pytë. E për që këne më pytë, e qëka du me më to? Pret pak, të kalzojnë fundësurës. Veç kuptem as pari, se begatitjen nga Allahu, kujdes të Allahu për ty, gjitha lëvizin në proceset të koordinuara, s'ka kur që kaotike, për gjithë këtë shërbim që ti në fund konsuman atë që ty shërbejet, ki me dhonë logarit e ka Allahu të barakotana, kjo rëti, që të një mëson njëre. Pastaj të kalzojmë edhe, që është ti mund është me garantu një logarit të letë, vë ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. Me adhurim. Çmimi i këtë begative është adhurimi. Suri Adrat në mësën, sa du të me pagu, që tash, sa me pagu Allah, gjellë e vala, dilën që e mon, sa me pagu, sa me pagu tokën, Allah, tokën, sa me pagu, sa me pagu Allah, sijën, sa me pagu, ja pagun me sejgjde, ja pagun me agjerel, ja pagun me djekë, që shtë Allah o pranën, pra në suri Adrat, është suri vetë disuse për shfrytëzim të begative dhe për çmim të begative. Ky begative është kush? Është adhurimi ndaj Allahut azhjel. Dhe kjo është, atë sa kjo është ruse. Para me pa Allahu azhjel, shfrytëzania më ke marr pyetje. E për çka qysh? Nuk din. Tani nuk din, a më hungar mos më hungar. A më prek mos më prek. Andaj ti gjithmonë para se më marr diçka, për shembull, me ble, njëri normal, çu çmimin apo? A kjo çmimi? Sa kushton? A ja vlen? E kjo në matë, ato. Ante Allahu xhela po të kallzon se ky produkt që ti ke domosdoshëm e ka çmim. Edhe ja vlen shumë për shkak se për te këtij çmimi ka problem. Do ti konsum, ki çmim dhe kur pagun çmimin për konsumin kish problem. Kush t'i jap kështu apo? Kush t'i jap kështu? Kur kush pas Allahut azza xhela. E tash, Allah këtë i ka letësu dhe problemin kryesor që ti e ki, ta ka eka Allahu Gjellë Gjellalu, ti e bën qatë problem kryesorin si penges në adhurim të Allahu të azhjel. A nuk është huqja për? është huqja për. Pas te Allahu vazhdon të vëllezër edhe me një betim të tjetër ato. Dhe ky betim tash është plotson betimin e parë. O sema i dhatil hubuk.
betohet Allah prapë në qiell. Edhe veçoria e Zariyat është se përmendet qielli shpesh. Përmendet qielli shpesh në kupton madhështinë e Allahut azza xal. Sajna në dvogën e port me qiellin. Allah beton këtë krijesë. Shiko, Allah e mund të në këtë qiell, e mund tokën s'po të mund ty. Pa dishim se është e pa kuptim po. Çka është? Allah betohet në qiellin, pasha qiellin was samai dhatil hubuk. Çka është hubuk? Hubuk të ndërlëzri ka disa kuptime. Në kuptimet kryesore është diçka e bukur, diçka e përkryer, diçka e mirë. Dhe hubuk është gjithashtu edhe i thonë shtigjeve dhe rrjetit që botëm. Prandaj Allahu betohet në një qiell që ka shtigje, ka rrugë, ju nuk i shihni ato. Ju nuk i shihni ato. E ata është njerëz që kanë pa, e ke pa për shembull aeroplanet kur domon udhtojnë apo. Se s'le ka një vit vetën. Kënë të koordinata që mos mu përplas. Të shemë mira aeroplanat që janë në qiell, si miza lëvizën në aplikacione të caktuara që tregojnë për shembull, edhe se s'le ka detim të orientohet poshtë këtu koordinata me çfarë baze përcaktohen ato. Edhe ke pa udhton sikur se me kon rrugë e dukshme, prekshme ata. Prandaj Allahu xhallahu flet për një krijim madhështor në shërbim të njerit që është i përkryer, është i përsosur. Us-samai dhatil hubuk. Andaj deri këtu Allahu flet çka ka pi Allahut. Nga Allahu ka erna të disiplinuara që kryejnë urën Allahut e ju përfitoni. Nga Allahu ka që të shojnë shi dhe pastaj të rjekën. Nga Allahu ka deti që rën i qetë që të ketë mundësi një anije me tonelata aron, mi të me lundruar. Kush e ka mundësuar anije letë me shku mi deti? Allahu azza jalla. Allahu te barekuhu teala. Pastaj betohet në melajke që nuk i shohim, po besojmë topën. Andaj ky është Allahu te barekuhu teala. Pastaj edhe thot os-samai dhatil hubuk. Allahu xhalla betohet në qiellin e ndërtuar bukur, në mënyrë të përsosur, që ka shtigje, ka rrugë, ti si ato, po ato janë funksionale. Shërbimet e melajket e Allahut, të krijesat e saktuara që Allah xhallahu i ka krijuar, madje edhe ju nga ato përfitoni në lëvizjen e flutrimet e juaja. Çka nga Allahu azza xal, gjithçka e përsosur, gjithçka funksionale, gjithçka me qëllim, s'ka asgjë rastësisht, s'ka asgjë jashtë kontrolle. Nësa njëri innakum lafi qawlin mukhtalif. Ndërsa ju jeni në një fjalë shumë kundërthënëse. Qysh kundërthënëse? Qeni qysh kundërthënëse? Për pejgamberin çka ka thonë Kurajsh të Mekës? Fjalë kundërthënëse. Sërput një me të tërëm. A mosh mi thonë dikujt, për shembull, mi thonë dikujt, gënjeshtar, që gënjeshtra e tij është aq don e përsosur sa që manipulon masat njerëzve, edhe të njëjtën kohë është i çmendur. A ka mundsi? Logjikisht, a ka mundsi? S'ka mundsi. Nëse është i çmendur, rëni çit fjalë i çmendur, edhe mos e rëni. Po ata zguxojnë me një. Se me një dopt është. Pishtojmë një 4-5 dilema që nëse s'dhes njëna dhes tjetra. S'dhes dyta, dhes treta, s'pa ku të bëjmë në rëmuj. Po kjo rëmuj është kas, kjo është kundërthënëse. Që kjo është njëri të vëllezër. Sa kanë tentuar njerëzit e historisë të sjellin për shembull, të sjellin udhëzime të caktuara që njëri në rahat. Herë ka qenë kjo e mirë, tani jo s'është kjo e mirë. E kjo që ka mirë. Ani pse ajo s'ukon e mirë, kjo është e mirë? Tani kjo ajo s'është e mirë. Në gjithmonë në fjalë kundërthënëse. Gjithmonë fjalë kundërthënëse. Dhe kjo është të vëllezër cilësia kryesore e të kotës. Nga se cilësia kryesore e të vërtetës është se njësitë e të vërtetës e suportojnë njëra tjetër në fuqizim. A ke po, një ajet e fuqizon një ajet tjetër. Një vërtet në Kur'an forcohet me një vërtet tjetër. Edhe s'ka mundësi me pas kundërthënie. Në Kur'an s'ka kundërthënie. Sa kanë ndëtu me gjetë në Islam kundërthënie, s'ka mundësi. Kundërthënie ka një të nëto si musliman, najna prodhuesit të kundërthënieve. Najna problemi, po është e vërtet. Ama Kur'ani, Suneti, s'ka kundërthënie. E tek njerëzit ka kundërthënie. Ka kundërthënie. E vërteta, realisht njësitë e saj e fuqizojnë një tjetër.
Ndërsa e kota, njësitë e saj e dobësojnë njëra tjetrën. Çdo njësi e të kotës e dobëson tjetrën. Ajo vetë ti është e dobët. Kur ti ashtosh e njësinë tjetër ushqyre, kjo që po thomë është e vërtetë, e sheh që ajo e parë është hala më atë që kemi në utjep. Për shkak se njësia e dytë e dobëson njësinë e parë. Dobësohet, s'ka mundësi atë. Prandaj ndërvazë, për shembull, shikoni edhe në aspektin e referencave sot që i ofrojnë njerëzve si burime fetare. Referenca është kush? Kurani dhe Sunet e pejgamberit alayhis salam. Na kemi për shembull tek çështja e Biblës apo. Janë disa versione, 4 nga më të njohura apo. Këto versione shpeshherë kanë kundërshtime mes vete. Dhe kundërshtime kanë esenciale. S'është ky kundërshtim për shembull ja ka uç për shembull këtu një për 2 vjet se çfarë të jo ka kundërshtim me shekuj. Pastaj ka probleme me esencën e rrëfimit. Pastaj meni version është një rrëfim që tjetri është heqja e rrëfimit apo. Tash cili është apo? Çe kjo është? Me çka prek dora njerit ka shkaktu kundërthënie apo. Kur ka qenë Tevrati i zbritur Musait që ka zbrit, s'ka kundërthënie. Kur ka zbrit Injili i Isait, s'ka kundërthënie. Kur janë përzitur të njerëzve, kanë prodhu kundërthënie apo. Allah tha innakum jo sa të prekni përzini. Jo sa të prekni shkaktoi kundërthënie. Kësë nuk dini, fillimin e fundin, kalkulimet e njerëzve në shumë afatshkurte. Njërë sot, për shembull, e përdhoni të vërtet për shkak dhe sot kalkulimet të caktuara. Apo, ato kalkulime mund të jenë cakta për një 10 vjetë. Mas 10 vjetë, çka ndodh? Tajnë qajo veç që e ka thonë të kthejë ty. E që me bot është? Duhet me përdhuni tjetër. E tjetër, gjithë mund duke, i mbrojt kalkulimet e psharake, edhe pse e vërteta, doon shkatërrohet e prigjet, s'është për rëndësi. Allah bët innakum fi qawlin mukhtalif. Ju jeni në të kundërta. Dërsa Kurani mëson me kon besimtari i disiplinuar, i ndërtuar që duhet. Dhe këtu Allah na mëson se në meditimin e qiejve dhe tokës ne duhet të marrim mësim për disiplinë, duhet të marrim mësim për dëgjueshmëri, ne duhet të marrim mësim për me kry punën që duhet, nga se i takon besimtarit që në Allah beson që të mundohet me bëj një punë të përkryer, që është më mirë e mundshme. Besimtar nuk i takon të kundërthënës, të ketë kundërthënie mes fjalës dhe veprës, nuk i takon të ketë kundërthënie mes pretendimit dhe veprimit. Jo, s'takon kështu. Duhet me koni i përputhur, me koni domthon i sinkronizuar, me koni i homogjen. Jo shumë lloje, jo laraman. Innakum fi qawlin mukhtalif. Ju jeni në fjalë që është kundërthënëse. Prandaj sot dëgjojmë fjalë për shembull shumë kundërthënëse. Ku për shembull një e vërtet tentohet të përshtillet me 100 gjëra që s'janë ato argumente. S'është argument. Për shembull e kemi thënë disa herë. Fuqia ose e vërteta e besimi, me çka ndërtohet? Mbi gjuhën që e flasi për ata ndjekësit e fesë, apo mbi argumentet, me çka ato? Për shembull, kjo është fe e vërtetë. Pse? Për shkak se ata që kanë këtë folin shqip. Që ata është e vërtetë. Çu vola që folin shqip? Apo çu vola? Ai të thotë jo ka dalë sa ato. Feja jonë është më e vërtetë se ne ma ka bakseu. Andaj kjo po kuzë gjuha jonë është argument më i madh se gjuha juve apo. Kur gjuha është argument. Apo as nuk ka argument gjyra. As nuk ka argument që absolutisht, as nuk ka argument vani. Për shembull, na duhet me pranu këtë fe. Pse? Për shkak se ne jetojmë që të vend. E çka kohë ku jeton ti Allah? E vërteta nuk kufizohet me vend as me gjuhë. E vërteta ka argumente të tjera ato. Apo, ashtu është. Sikur na më thon për shembull që shumë bien këtu. Na duhet me kon populli më i zhvilluar në botë. Pse? Pse na do në Kosovë për ata ato. Po na siem ashtu. A ne siem po na jem apo? Po ti bën argument që jell ato. A ke argument? Qysh matat zhvillimin e popullit? Qysh matat? Me pretendime apo me argumente? Me argumente. Këshyret ekonomia, ti zhvillimi, ti fabrika që i ka këtë matat në fund të popullit zhvilluar apo i pazhvilluar. Qështu matat kjo? Pa na me thonë për shembull, Kosova është vendi më i zhvilluar në botë. Pse? Për shkak se flasim shqip. Bëj çata. Këtë njerëz zhvilluar. A është logjikshme? Ai në komunikim mukhtalif kjo është kundërthënëse. S'ka lidhje me këtë argumente kështu e tip kjo është absurditeti më i madh i mundshëm që mund të më ndodhë. Fatkeqësisht. Me pro argumente, apo se ose për shembull, feja është më e mirë se unë jam shqiptar, çata. Kjo patriotizmi më të punë tjera. Feja s'ka lidhje me këmbë. Feja s'ka lidhje me gjuhë, vëllai. Feja ka lidhje me argument besimi.
Për që ata njëri për shembull nuk mundet me ndru për kacin ti kombëtare, s'u rran. Madje është haram e ndaluar. Allahu të ka falë shqiptar, unë s'jam pesot, s'jam shqiptar. Haram është, nuk guxon me po këtë punë. Për shkak se Allahu të ka përzgjedhur me ko shqiptar. As të ka vetë, as të ka qitë argumente, as e ke zgjidhet. A ka argument për shkakun që më mirë me ko shqiptar se për shkakun se anglez? A ka argument? S'ka argument, ti je shqiptare që ashtu s'ka argument apo. Kjo s'o punë argumenti, kjo punë përkatësie, që lidh me të edhe bat des. Që ashtu top, apo. E ku janë argumentet? Argumentet janë të feja, të besimi. Unë besoj se kjo vetë më sakt se ka argumente, ka shumë, për çfarë dapta. Përzia me mesazh që kjo që ka unë, je pështillni për mujt me e mujt vërtetën. Mos e pështillni, se demaskoheni apo. Innakum la fi qawlin mukhtalif. E Allah tha, yu'faku anhu man ufik. Gjitha këto argumente që Allah po i shpërndan, e po i ofron, kush i shmanget? Ku i shmanget? Ai i cili ka men ufik, të vëzë ka disa kuptime, po e përmbledhi, po shpresoj që kështu mund të përmbledhur, e kush i shmanget po këti argumente? Allah po flet për krijesat mëdha. Allah për funksionim të disiplinuar që ti e sheh, e vren, e përjeton. Allah për një krimtari të përsosur. Shkojnë së shkencëtar mahnitën nga përsosmëria e kozmosit. Gjithçka në vend, gjithçka e matme. Kur është as më larg, as më ngat, as më e madh, as më e vogël, se që duhet të jetë. Dielli me kon më larg çka do ndodhte, me kon më afër çka do ndodhte. Gjithçka e përcaktuar në vend vet, preciz. Kur rastis nuk është. Edhe këtu kena me pas gjithashtu thirrje për mukthi argumenteve. O fi anfusikum afala tubsirun. Këtu Allahu tha, edhe në vetën e juaj apo shikoni vetën tonë çfarë argumente Allah ka vendosur. Gjithçka me mos, para mendoj me pas më shumë gjak se çikia aftën. Për shembull, njëri duhet 5 litra gjak, me pas njëri 10, njëri 15, njëri 1. Sikur më qenë ata njerëz vëllazër. Pa mund smart. Gjithë gjë ka pa Allahu xhelua mos e duhur apo gjithçka. Gjithçka matme, gjithçka aftën. Shko, koka ka formë çaj çdo duhet me kon. Apo, para me kon koka me mos e krath. Apo për shembull. De balans. Nuk mund me ecë, ta merronën apo. Problem. Kush i ka përcaktuar gjitha këto mirë kaq bukur, pa kundërthënie, precize, kush i ka bëu? Allahu te barekuhu teala. Ti as nuk din me boçë kështu, dhe me vet, sa po të më ta bukryt, do të më kon çka e madhe, sa më e madhe thosh apo, se ki qesh shkat më madhe me kon. Të suneco. As dinë me lip. Allahu na ka kriju forma të bukur, fi ahsani taqwim. Mirë gjitha ato argumente, këto qartësi, gjitha këto bukuri. Kush largohet Allah? Kush ai që e ka shpinën? Yu'faku anhu man ufik. Allahu tha, largohet për kësaj ai që për fillim ja ka mësuar largohet. Ai që për start e ka bën jetë, mos me ditë vërtetën. Po e di që është pas duhet. Ç'ky largohet? Se njeriu i cili nuk e njeh vërtetën, por është i hapur karshi saj, ka me pranu. Njeriu i cili nuk e njeh vërtetën, po nuk don me njoh vërtetën, për shkak se ja prish kalkulimet, ç'ky largohet? Ç'ky largon nga këto argumente? Prandaj të vëllazër, kjo është argument i fuqishëm i Allahut Azza wa Jall, se shmanga nga besimi, monë në këtë rregull, qytetë sura Dhariyat, shmanga nga besimi nuk është produkt i studimit, por është produkt i jepshit. Nga se kush e studion besimin islam, nuk ka mundësi me refuzu, çështo Allahu po thot. E kush e refuzon, men ufik, kush e ka punë jetë pima ti me refuzu. Çaj po thot. Çaj po. Prandaj kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Safia radhiyallahu ta'ala anha thot, baba jam me axhin tim ka qenë jehudi. Kanë dalë me këshir pejgamberin alayhi salatu wasalam. Hot kam qenë meri, e isha më mrapa ata s'm kanë pa mu. Axha se baba i Safis ka qenë njësi të Tevratit dhe Injilit, ka njoh mirë librat. Hot axha i thike babës. Axha i thike babës. A është ky ai që kena prit na me ardhmë kon? Ç'ky është? Ç'ky është? Qartë. Safia radhiyallahu thot dëshmon çështu baba tha ç'ky është? Axha thaj po i thot babës. Atëherë çka më bë? Ç'ky koka tash? Çka më bë? Ka on el adawatu ila al abad. Armiqësi sa të jem gjallë. S'pranoj marra pejgamber ata. Çka është mos? Çka është puna ata? Kur feja është me rac, e me ngjyrë, e me tokë, s'është me besim, çka ka on? Ka on el adawatu ila al abad. Sa të jem gjallë, armiqësi e pa kompromis. Sa të jem gjallë ata. Safia radhiyallahu
që pastaj është bë muslimane, thot që është baba i ka thënë agjës apo. Andaj çaj që ka vendos që i natin me pas argument, epsh me pas argument, me refuzu argumentet, çaj Allah çaj refuzon. Kush o ky? Andaj Allah thot kutil kharrasun. Çka është kutil kharrasun? Kharrasun të khars në gjuhën arabe është domthon kur flet nga hamendja. Ja flet nga hamendja. S'ka argument, s'ka kur gjosh. Për shembull thonë, unë them për shembull toka i ka 15 miliard banor. Qyre 15 miliard, ku përdin, po gjithë ku të shkoj ka kalablak, që të mduket të pëtër është, kalablak, që të me këtë që janë qaqë Allah, apo, në që kjo është aman, hamenësie plot, hamenësie, pa asë një studim, pa asë një analizë, bëjtë mi bazët të disa këtësive të saktuara, apo, që është të? Për ta, Otbi ibn Rabia, kur i ka thonë Ebu Gjehli, i ka thonë, është përhap lajme se ti do u musliman, se për me Otbi ibn Rabia kur afër, se ka pa argumentin, e ka pa shiqare. I ka thonë, ku është unë muslimana? Ebu Gjehli u konë, shejtani i madhe konë, apo? I ka thonë, po, qështu pa thuhet, a i sukon qështu? S'ka thonë njerëzit, pa e ka nëhat Ebu Gjehli që ka rritë me zbut e retorike ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam. I ka thonë, ja, s'kam, ka ndash me dëshmut, kundër tënë, dil e shpreh për Muhamedit që do të thuaj që e njerëz tani e dinë që se ti autoritet, njerëz e marrin për bazë gjykimin tonë për Muhamedit apo. E ka shkuar shpejt atë. E Allah thotë çka thotë Allah? Thumma fakkar, thumma qaddara. Allah thotë çka menu. Tani ka menu. Ç'a më thon? Shikoj Allah përmend vetmin e Utbe ibn Rabis. Apo ka menu. Fekutile kejfe kader, Zoti e vraf, po keq ka menu. E në fund, kur s'ka di që kam janë gjitë, ka onë, kjo është seher. Qështu pjallojmë kësaj puna, seher. Se diçka du të mjallojmë kësaj puna, diçka du të mjallojmë këtë njëri. Andaj po i thona i qmendun, e të përna seher bazë. Qëto dyja janë qëndimi zyrtari korejshë për Muhamedit s.a.s. Qëtar, në kolegjumi i intelektuale korejshit, ka marrë vendim që, sipas hamenësive tona, apo sipas hamenësive tona, edhe studimeve tona e psharake, dhe se kënjërë si bazën. A ata masa e manipuluar aplauzon, që ashtu pisot, pithojmë që njëri që shtopëm. Që ka që? Dhe që kjo është akademia e tyne që sjellë të vërteta mbi bazën e kotësive, mbi bazën e gjërave të kota, pa asë një argument, dhe së Allah thët në argumente. E të ndrozër, ka erdi kushtat, për shembull kjo gjuhë është pak e ronë, për shembull, ky kërcënim është pak i ronë në Kur'an, apo? Mirë. Mos u merr me kërcënimin. Shikon nga surja Allah thotë kutilil kharrasun. U mallkofshin Zoti i vraft, mashtruesit dhe gënjeshtarët, kharrasun. Thosh, kjo është gjuhë pak e ronë, nxitur rrete kjo. Ja, s'domon mi thonë njëri të vraft Zoti gjysh. Po hajde këshyrëm pi fillimit. O dhariyati dharwa. Fëll hamilati vikra, po të kalzon, rejat për ty për i bëj, eren për ty për e bëj, këto për ty për e bëj, po të kalzoj bëllë mirë, po të sëqeraj, po të qej pejgamber, po të du argumente, po të japi afat, po të duraj, po të fali, po të gjitha, në fund, për një kojtë shkur, thush, jesë është e mirë, e që me të tonë ty, merhaba, që me të tonë ty tjetër? A kuptohë njërë, a i më se këshën ka aspektit personal, shikojnë nga rjedha që ka bën një njëri me mohimin e tij, që ka bën një njëri me shirkun e vetë, që ka bën? Sa rënimi është, sa mos mirënjohje është, sa sherrri është. Në ka punë thjeshtë apo? Në ka punë thjeshtë që punë për shembull, gjithkush ka drejt. Që po s'ka drejt asnjë. Po në kuptim të jetës, po ka drejt se çështë Allah ja ka punë njerëzve me zgjedh në dunjë. Ama realisht, ç'është me kitë me Allah, ç'është ki drejt? Ç'është ki drejt për epshe, për inate, për paragjykime, gjitha këto argumente me mua, ç'është ki drejt? Më na pak Kutil kharrasun. Qëta kharrasun, gënjeshtart, mashtrust, e shë dhe rranë. E shë. E ka pa që është pejgamber, kona ma diqka të me rajtë. Zbanaf. Allahu na falë. Allahu na falë. Me rajtë, me janë gjitë një muslimon një akuzë, saktume. Ta shenë që është të po, du të me thonë diqka në aptër. Që me nalë hovin. Me nalë hovin. Përshamë motat tonë ambulohen, që shmi nalë. Paguhen aptër. Të jasë se kja po kona, s'kja po kërë,
po, e dijone, kharrasun, gënjeshtar, këta e gënjeshtar, ose për shambull, pa ta që i falin, ose mjekra, ose shkujnë në haqë, ose qa po dijone, kharrasun, gënjin, për të ngjitë shpife ndaj besimtarëve që të shkaktojnë hutin mes të tjerëve ato. Çka kharrasun? Që ta llogon këta janë të mallkum, që shpifin e gënjejnë për të shkaktuar huti tek njerëzit, për të bënë njerëz pjesë të kaosit, pjesë të lugës. Qëse Allah ka bërë shumë bukur, e ka rregulluar tokën, e ka rregulluar gjithë me argumente me fakte. Këta vinë e bëjnë rregullime. Ky grup bën rregullime. Këta që kanë vendosur mos më përgjigj, këta që kanë vendosur për armiqësi të rrethon çita. Kutil el kharrasun. Alladhina hum fi ghamratin sahun. Këta që janë të përmbytur, shiko, gamra është përmbytje, subhanallah. Shiko, Allah thot, nuk janë këta në humbje din zog të humbje, këta janë të vërshuar, nga gjitha anët janë të kapluar, sahun, janë të hutuar. I ka godit fuqishëm e vërteta të hutuar, nuk din me marrë vetën ta, çka me thonë, çka me bo. Andaj, kundërthënie, her këtu, her atje, her me këtë shpifje, her me këtë. Se sahun, se janë, si kurse Allah ka në surën, el-maun, el-ledhi human salatim, sahun, pa kujdesëm, hin namaz, dë namazi, e ka habit dunjoja, ka haru që du të më falë. Edhe këta, i ka habit interesi, i ka habit çështja personale, i ka habit inati dhe urrëtia, sa që nuk din më me orientuar në të vërtetën, por janë të përplasur, e të përmbysur, nga e kota, e gënjesht, e vazhdueshme, e barzën, her një verzion, e her një verzion tjetër. Madje, gjithë këtë mlef të rëzër, gjithë këtë refuzim, e kthejnë tani në tallje. Sa ke po, konjeri për shambull, nuk ka argument, tani këshe po talla me të vjafën. Te me koni mirë, që këshe po syzat, e që ko gale Allah për syzat mirë. Për shambull, kështë të mirë, tallet, për shkak që do me kriju një situatë të digresunit, me dojnë më bet tjetër, mu talbet që me baj gare, nga se mënen me mirë këtë, e përsin e humbur, për shkak të munges argumenteve, tenton me kompenzu me e përsi me talje. A s'ka mundësi me konë e përsi në raport me besimin, me argumente, s'ka mundësi, nga se besimi e në poshtë, për shkak se argumentën të këbesimi, jo të mësë besimi. E thash, nuk donë me konë i në poshtën, do me kalu një e përsi, me majtë atë kryenetësin dhe kryelarësin gjithmonë, ndaj besimtarë duke i nënqmu, ka në talja. E thot, jes elu, e janë e jo më din, thot, e që e ditë kiamiti që po bëni bënd të, kur ka me konë që, hajde ma shpejt më. Hajgare bënë. S'ka argument me mu që ka me ndodhë, s'ka argument për shamë me diskutu, s'ka. E që ka bënë? Talët. Shikoni kër argumenti i vetëm është talja. Kur argumenti vetëm është dëmonë përqeshje. Qëtë argument e kaptë? Kësë është argument të do. Të argument përqeshje, më në qmu, okej, është qështë e jotja. A ma është argument? A është përgjigje? Ja, sa përgjigje? E qështu ka përgjigje Allahu te barë gotale, është fondi për sot. Shikoni, Allah shikon kur është ditë e gjykimit. Shikoni, a dini kur është ditë e gjykimit? Apo të një mutalë? Allah pësë argumente, Allah pësë begati, Allah po jap mirësi, Allah po kujdes për juve, dhe mbi gjitha mohani dhe talleni, merrni përgjigje me rrobat. Merrni përgjigje. Çfarë është përgjigja? Ata thonë, kur është atë digj, kur më korpu? Yawmu ma'al nar yuftanun. A din kur më konda ditë kemi ditë? A din ditë që ju më kanë? A ditë kur jeni duke u pjekën dënim më tan. Çfarë ditë ato? Çfarë ditë kemi pa ato? Dhuku fitnatakum. Shijoni mirë. Shiko, dhauk është me shiu, nuk është prekne, ja, shion e mirë keni me shiu, dënimin që e keni nëzituar. Pa ne përshamë të vëzër, ti i thush, përshamë me kërsnu dikën. Me kërsnu dikën për një qka? Thot, kur mo që, thot, një di që këme të nëzi jetën me të aftër. S'ka të zënë datë në kalendar, po ka të zënë përjetim që kemi përjetu aftër. Po, so më rëndësi kur, o më rëndësi që këme konë dite që këme të nëzi jetën, që atër këme konë që për të njëri këtë punë, për të të shëran, Allah po, dita e gjykimit që po kërsnojmë, e po talni, ka me konë qatë dit, apo, kur keni mu poshnu në dënim Allah në rëdhëm. Keni mu poshnu në zjarë, edhe keni me shiju fitnet e kumë. Do më fitnen e juve, trazirat e juaja, ato marzit e juaja,
ato mashtrimet e juaja, që keni tentu njerëzit me i mashtu në dunja, përmes tyne, e nuk ka besimi, shijane tash fundin e tyne. Shijane epilogun e mashtrimeve, mohimit të juaj dhe shpive të juaj. Shijane mirë, shijane. Kjo është kërstimi madh, kjo është kërstimi madh që Allahu ja u jep. Andaj thot, yawmuhum alen nari yuftanun. A dir kur ata realisht i ekspozojnë zjarrit, edhe yuftanun është një zjarr i madh, i cili realisht arin e ndon nga tjera materia ato, po. Çka është i fuqishëm me zjarr apo? Edhe ky, yuftanun, dhuku fitnatakum. Shijani fitnën e juaj. Shijani domthon rezultatin e keqbërjes së juaj. Shijani rezultatin e mashtrimeve dhe gënjeshtërave të juaja. Prandaj Allahu xhallahu ala sëron çështja që duhet na mëson, që duhet na vetëdijson, që duhet me qenë, por edhe për rrezikun e mos respektit na vetëdijson. Kujdese, ka kosto dhe ka çmim kjo. Po kjo nuk ka për të gjithë. Kjo për një grup të caktuar të njerëzve, sikur thash, ata që janë të betuar, janë të vendosur për të mashtruar, për të manipuluar. Të tjerët kanë pas një qase tjetër ka shi argumentet. Andaj Allahu tha innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dërsa të devotshmit, ata që janë përgjigj argumenteve, ata që kanë marrë seriozisht thirrjet, ata do të jenë në xhenete e në burime të këndshme të mira. Çka janë këto burime, çka ka ky gjet, dhe pse ata janë atje, do të flasim inshallah në dersin e ardhshëm. Që të mësojmë se si duhet me reagu karshi argumentit dhe cili është çmimi dhe kostoja e përgjigjes, pasi që kuptuam cili është çmimi dhe kostoja e mos përgjigjes. Allahu na udhëzoft, na përmirësoj gjendjen më të mirë, edhe na mëson që me i shfrytëzuar begatit që Allahu na jep, por begatit që shfrytëzimi tyne e shton adhurimin dhe mirënjohjen ndaj Allahut te bareke u taala, e jo begatit që na rebelon nga Allahu xhallahu ala e na mundson fatkeqësisht me i mohu argumentet e Allahut te bareke u taala. Me kaq për këtë pjesë, Allah është përbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.